والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Darimiu dhe të tjerët një transmetim prej Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu lidhje me një ngjarje që ka ndodhur mes tij dhe disa shokëve tjerë, disa nxënësve të tij dhe Ebu Musa al-Ashari radhiyallahu anhum. Thot Ebu Musa al-Ashariu një ditë shkoi te Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu që ta thërriste dhe po që nxënësit ishin duke e pritur, nxënësit e tij. Pastaj kur doli Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thot Ebu Musa: "Ya Aba Abdullah, kunja Abdullah ibn Mesudit, inni ra'aytu shay'an fil masjidi ankartuhu." O Ebu Abdullah, une pash diçka në xhami që nuk më pëlqeu, walam ara illa al-khair. Edhe pse nuk kum pa diçka tjetër, nuk kum pa të keqe, por në realitet kum pa diçka e mirë, por që kum urrejt. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu tha: "Po çfarë ke parë?" Tha: "Shkojmë bashkë në xhami, tha, nëse të ka dhënë Zoti ymë, do ta shohësh vet." Pastaj kur shkoi Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, i pa disa njerëz të mbledhur grupe në kokë ose në krye të çdo atij grupi një person duke ju thënë atë thoni 100 herë elhamdulillah, subhanallah, thoni 100 herë elhamdulillah, thoni 100 herë Allahu akbar, dhe secili prej tyre kishte mbledh gurales të vogël që t'i numronin ato tesbih dhe ato dhikra që i ban. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ju drejtohet tyne dhe ju thot: "Çfarë jeni duke bërë kështu?" Thot: "Ju thot njehni edhe numroni gjunahet e juve. Kurse për sevapet që i keni bërë deri tash, jam i sigurt se nuk kanë mi ju hum tek Allahu azza wa jall." Pastaj thot: "Ya wayhakum ya ummat Muhammad." Mirë për juve o umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë për juve o umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma asra'u halakatakum. Sa i shpejt është devijimi juaj. Haulai ashabu Muhammedin nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Këta janë shokët e pejgamberit që janë prezent akoma në numër të madh mesin tuaj. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla. Dhe këto janë teshat e pejgamberit që hala nuk janë vjetru. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar. Dhe këto janë anët në cilat i ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilat akoma nuk janë thyer dhe nuk janë shkatruar. Walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam aw muftatihu babi dalalah. Pasha atë në dorën të cilit është shpirti im, pasha Allahun, ose ju jeni me një fe që është më e mirë se feja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ju jeni çelës dhe hapës të dyerve të devijimit. Të dyerve të devijimit. Pastaj ata i thanë: "Ya Aba Abdullah, ya Aba Abdullah, ma aradna illa al-khair." O Ebu Abdullah, me këtë vepër që na tu e bën, nuk kena pas për qëllim diçka tjetër veç se mirë. Veç me bë mirë. Pastaj po gjithë Abdullah ibn Mesudi thot: "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu." E sa njerëz që duan të mirën, nuk ja qellojnë. Nuk e arrin. Kjo është dashur vllazni një prej tregimeve më të bukura që është transmetuar prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në temën e
rreziku të bidatit edhe përmbajtjes dhe kapjes për suneti. Na tregum, kjo është dersi i tretë që Abdullah ibn Mesudi, kemi zgjedhur për Abdullah ibn Mesudi fjalë që flasin për rëndësinë e sunetit dhe rrezikun nga bidati. Kjo tash është edhe rast praktik, është edhe mësim, edhe teori, edhe praktik. Edhe përmend atë dersën e kaluam, nëse ju kujtohet, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, që ka qenë një prej fukahave, një prej dietarëve më të njohur mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për arsye se shokët e pejgamberit kanë qenë kategori. Disa kanë qenë më ditur, disa kanë qenë më mesatar në dije, disa nuk kanë marrë shumë me dije për shkak të angazhimeve që i kanë pas në jetë. Ato gjithsecili prej tyre ka pas dijen bazike dhe dijen e rëndësishme, por ato kanë qenë kategori. Abdullah ibn Mesudi ka qenë prej 10-shës së artë në dije. Madje disa pediatarëve e kanë llogarit Abdullah ibn Mesudin, Omerin edhe Aliun, treshja më e ditur mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu po flet në disa prej fjalëve të tij, po tregon për rrezikun e bidatit. Edhe unë thash në javën e kaluar që është një prej sahabive që ka folë më shumë te kundër bidatit. Një prej sahabive që ka folë më shumë te kundër bidatit është Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Kurse ky tregim është tregimi më i bukur në lidhje me çë temë prej Abdullah ibn Mesudit. Për arsye se është rast praktik. Është diçka që ka ndodhur, është diçka që është përjetuar mesin e atij asaj gjenerate të artë të muslimanëve, e që Abdullah ibn Mesudi e ka urrejt një gjë të tillë. Çka kanë qenë duke bëu këto njerëz? Realitet kanë qenë duke bëu dhikr. Që e bëjmë edhe na, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nuk ka pas diçka në ai fjalë e cila është e re, e cila është e panjohur, e cila është e shpikur. Problemi që Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu i ka kritikuar këta njerëz nuk është çështja e fjalëve që i kanë përdorur, po është çështja e mënyrës si e kanë bërë këtë dhikr. Edhe unë, inshallah, do t'i përmendi 6 rregulla ose 6 ose 7 të bidatit ose të rrezikut të bidatit, të cilat janë drejt për drejt të nxjerrura nga ky tregim. E që kjo ta jep ty një pikpamje më të mirë në lidhje me trajtimin e bidatit. Se kur themi në tash për shembull, në kohën tonë kur themi që bidatet janë humbje, bidatet është për qëllim shpikja në fe, jo shpikja në dynjë, shpikja në fe, me pru diçka gjëra në fe, ibadete, adhurime speciale që nuk kanë qenë kohën e pejgamberit sa edhe shokëve të tij. E kur I themi na njerëzve që bidatet janë ndaluar, nuk bën me vepru e kështu me radhë, disa prej muslimanëve argumentohen se nuk ka problem se këto janë vepra të mira e kështu me radhë. E kur javë sjell një fjalë për një sahabijës nderuar, për një dietarit që ka marrë dijen drejt për drejt për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, atëherë çështja duhet me ndryshu. Çështja duhet me ndryshu dhe muslimani duhet me kuptu pastaj në mënyrë më të drejtë këtë çështje. Pika e parë do të vllazni që është çështja e rëndësishme është që e kemi përmendur edhe më herët. Esenca në ibadete është ndalesa. Ç'është ndalesa? Çfarë kuptimi ka kjo? Nuk guxojmë na me shpik një ibadet për vetit. Në momenti që menojmë për ibadet, do të me menu pikën bashkë me to të menue a ka argument për këtë meselë. Jo veç ibadetin, jo unë s'ka problem, unë kryesore me lut Zotin, nuk ka çashtu. Nuk ka çashtu. Unë përmenda javën e kaluar, me thonë çashtu, I bjen që s'pe fal me Yasin 4 rekate, pe fal me 5. Një rekat më shumë, sejdë më shumë, ruku më shumë. Pse mos I fal 5 rekate Yasin, 6, po kina kohë me fal, pe fal me sonte Yasin 10 rekate. Po kina kohë. Jo s'van me fal. Pse? Se nuk ka argument për me fal. E esenca në ibadete është et tauqif, do të monal. Po du me bo diçka një adhurim, do të monal. Deri sa të gjoj argument që I ban me bo. Esenca në gjërat e jetës është e kundërta me ibadetin. Esenca në gjërat e jetës është e lejume. Deri sa nuk vjen diçka që e ndalon. Tema është e rëndësishme. Domethënë çdo gjë në dynjë mund është me bo derisa nuk thot dikush që e ka ndaluar çta pejgamberi sa. Kurse në fe çdo gjë zguxon me bo.
Derisa thot dikush ose ta lexosh që lejohet me vepru, që të vepër. Andaj Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu kur e shetin shikim parë çish mori kanë dalë ky pe dhikrit? Jo. Shkallëzova si kanë dalë pe dhikrit. Po i kanë dalë prej një veprës, prej një mënyrë çish e kanë bë ata dhikrin që nuk ka pas argument për të për pejgamberin alayhis salam. Abdullah ibn Mesudi e ka njohur sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që shtemi ne me sy mshël. Sa ku një prej sahabive që e kena treguar historinë e tij që ka pasur lidhje aq afërt me pejgamberin sa që ka hije dhe ka dalë në shtëpi pejgamberit pa trokitish. Si ku më kon bile disa kanë thënë që është familjar i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse nuk ka qenë. Andaj kjo është kjo temë. Esenca në ibadete është që duhesh mundar, disa të kesh argument, kjo dashur vllaznia është rregull për rregullave të fesë. Nëse nuk e përkufizon që ta mirë, nëse nuk e rrethon mirë në jetën tonë, tani ka mundësi me dalën çështja jashtë kontrollit. E dyta dashur vllazni. Bidati mundet me qenë në formë, edhe pse esenca e veprës nuk është bidat. Ata që përmenda fillim. Edhe këta njerëz kanë probleme me kuptu. Kur i thotë dikujt mos e bëj çit formë dhikrit se s'ban, mos thoj patjetër, për shembull, ka njerëz, ka grupacione ndryshme që ja caktojmë njerëzve. Që ditë duhet me thonë 20 herë subhanallah, që ditë duhet me thonë 100 herë, që natë duhet me thonë 1000 herë. A ke argument për çita? Jo, s'kam. Po a ban me thonë 1100 herë? Ja 1000 është e caktuar, na e kena caktuar 1000. Peka e ke caktuar 1000. Peka e ke caktuar 100. 100 okay. Subhanallahu alhamdulillah e ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj nëse ti e përcakton një diçka në formë që nuk ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është bidat. Edhe pse esenca e veprës është në rregull. Për shembull me bëu dhikr, ç'është rasti këtu. Me thon subhanallahu alhamdulillah Allahu akbar është e pranuar, bile është e pëlqyeshme, bile ka sevap shumë. I po më mbledh bashk, edhe me thon ai, thuni tash çikaç herë, thuni tash çikaç herë, thuni tash çikaç herë, që kjo është ajo që nuk është vepruar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj forma është bidat edhe pse esenca është sunet. Forma është bidat edhe pse esenca është sunet. Edhe që ta muslimanët e kanë shumë probleme me kuptu. Mendojnë që përderisa një punë është mirë, është vepër e mirë, atëherë s'ka problem. Çysh dush që e bën ti s'ka problem. Këtë arsye, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu nuk i ka thonë atyre që subhanallahi nuk është mirë. Elhamdulillah nuk është mirë, veprën, mënyrën që kanë bërë ata, i ka refuzuar dhe i ka kritikuar. Çështja e tretë dashur vllazni. Çdo bidat është humbje, edhe nëse duket i vogël. Çdo bidat. Dhe këta e vërteton hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që e ka thonë çdo herë në hutbë. Jo në hutbë veç xhumos, po çdo herë që ka marrë fjalëm, pejgamberi çdo herë në fillim ka thonë kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje çon në zjarr xhenemit. Tash, a ka dallim mes bidateve? Është e vërtetë se ka. Që përmend edhe dersën e kaluar, ka bidate në bindje, në akide, në besim. Ka bidate në çështje që ndërlidhen me zemrën, me adhurime që ndërlidhen me zemrën. Ka bidate që bëhen vepra ndryshme, namaz, mas namazit, në xherim, para xherimit, mas xherimit, në xhenaze, e kështu me radhë. Ka dallim mes bidateve. Mi po gjitha bidatet janë të humbura, çojnë humbje. Kjo është po ashtu pikë e rëndësishme. Nga se fjala trajtimi i Abdullah ibn Mesudit ndaj bidatit, që ka qenë bidat i vogël në sytë njerëzve, çka është ajo? Jo mbledh do vet, po bojnë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Edhe nëse nuk është në rregull, edhe që kjo nëse nuk u kon kohën e pejgamberit, që kjo formë e dhikrit, që kjo mënyrë që ju mbledh ata që shpëbojnë, edhe nëse nuk ka rregull, është çështje e thjeshtë. Është çështje e lehtë. Sa është problem? Jo, kjo nuk ka qenë. Këtë nuk me këtë sy se kanë pas sy të Abdullah ibn Mesudit këtë çështje. Me këtë sy që e shohim ne nuk e kanë pas sy të Abdullah ibn Mesudit. Përkundrazi e ka pasur që kjo përderisa nuk ka argument në fe, edhe është diçka metodë e re, rituali i ri, atëherë duhet me e kritiku, duhet me refuzu për arsye se çdo bidat që vjen në fenë e Zotit është çon në humbje. Andaj nuk pas ka bidat të mirë.
Dhe me thonë që ka bidat të mirë në fe, atëherë i bën që çdo kush që bën diçka bidat në fe, ja ke qenë derën. Pse? Se si thot për mua edhe që kjo është e mirë. Qëra unë e vërteta është që pejgamberi mas namazit i ka thonë 43 herë subhanallah, po unë nuk e di pse më ka mësuar diçysh i mësue, unë i tham ka 44 herë. Jo 33 herë, po 44 herë. Ti thu po normalisht nëse thu që është bidate ka të mirë, bidate të mira në fe, atëherë i bën që në rregull, hajde inshallah. Inshallah Allah ta pranon. Kurse na themi jo. S'ka bidat të mirë në fe. Abdullah Mesudi në transmetimin e therit që e kena shpjeguar javën e kaluar, ka thonë wa kullu bid'atin dalala. Abdullah ibn Umeri, po ashtu shoku i njohur i pejgamberit për pasimin e pejgamberit, ka thonë, do ta shpjegojmë inshallah fjalën e tij kur të vinë radha, ka thonë kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Çdo bidat është humbje, edhe nëse njerëzit e shohin si të mirë. Njerëz ka mundësi me po të mirë, jo do këtë i bukur, interesant. Apo përderisa nuk ka argument pe fesë dhe bëhet diçka, diçka e re në fe, atëherë është humbje edhe pavarësisht si e shohin njerëzit. Andaj çdo bidat është humbje, është dalalet, është devijim, është haram. Çdo bidat është haram. Mirë po, a ka dallim? Ka dallim mes bidateve. Një është haram shumë më i madh, shumë më i rrezikshëm, mund me qit njërin edhe në kufër, mund me qit njërin edhe në shirk, mund me qit njërin edhe në bestydni, do janë më të vogla, më thjeshta, por të gjitha në fundit janë të ndaluara. Rregulli i katërt. Çdo bidat i vogël çon bidatet mëdha. Ose çdo bidat i vogël është mundësi, është opcion, është rrugë për me të çu bidatet mëdha. Dhe kjo është e ngjashme që ka thonë dietarët, sikur kufri edhe shirku. Kufrin e vogël që e bën ti, ose shirkun e vogël që e bën ti, nuk ki siguri që ke me shku në kufër edhe në shirk të madh. Për këtë arsye dietarët kanë thonë që gjinohet janë rruga që të çojnë në kufër. Gjinohet. Sikurse bidatet që janë rruga që të çojnë në shirk. Për arsye se me bidat mund është me rivalizu, më bo si rival ndaj udhëzimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ti me bidatet tua. Andaj sikur që shqojnë gjinohet në kufër edhe domethënë gjinohet më të mëdha, çashtu edhe bidatet që ka mundësi me qenë të vogla ose ka mundësi me qenë më të vogla krahasim me ato të mëdha, ka mundësi me qenë këto rrugë për devijim më të madh. A diçka është interesant dosh vëllazni. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu javë ka tërheq këtyre personave vërejtjen, edhe javë ka thonë këtyre personave një fjalë në fund, që ka me dal dikush pe juve, për shkak që këtyre bidateve që i duket vetja që është më interesant, më ndryshe, që ka me bo adhurime, kanë ju duk më të mira edhe më speciale se adhurimet e shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po kanë me dal pe fesë, pe udhëzimit fesë, pe rrugës së drejtë të fesë, sikur që është del shigjeta prej gjahut. Qysh për gjahut? Nëse e gjunë shigjetën të gjahu, hin mbrana në trupin e tij edhe del. Çka thonë dietar, pse e ka përngjasu pejgamberi sa që të hadith? Këta persona kështu, ka thonë se nëse del shigjeta prej gjahut, kur të hin mbrana edhe del prej tina, s'ka marr gati kur veç pak gjaksha ka me ta. Qështu ata persona që e mbushin fen me bidate dhe me teprime, nuk marrin pe fesë vetë se ju mbetet pak diçka prej saj. Se hub esenca e tyre, esenca e fesë tek ta. E çka është interesant, kur e ka thonë që fjalë Abdullah Mesudi, thot transmetuesi, thot që të persona thot i kumpa në ditën e Nahrawanit, duke qenë luftë kundër neve, kundër shokëve pejgamberit dhe kundër tabiinëve. Dita e Nahrawanit ka qenë dita kur Khawarijët kanë luftuar kundër shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që domethënë një bidat i vogël ka arritur këta persona tu e pa këta vetën që janë më ndryshe, më interesant, më special, derisa kur ka ardhur momenti kritike kanë dalë kundër shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe kanë luftuar kundër tyre. Andaj që kjo është edhe koncepti, nëse bidati që është bidat, që ti e kupton që është bidat, edhe që nuk ka argument, dokut për ty i vogël edhe ti ja lejon vetës, ti e ke qel derën që mos me pasën frikë për bidatit. Momentin që s'ki frikë, s'ki pengesë
që mos merron bidat, atëherë kush garanton ty që nuk vazhdon ti akoma me hije dhe me fell. Ky është koncepti, kjo është ideja. Që bidatet e vogla mundin me çu te bidatet e mëdha. E pesta dashur vëllezër. Iradatul khairi la yakfi, bel la budda min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dëshira për me bë mirë nuk është e mjaftueshme. Dashuria me bë punë të mira nuk është e mjaftueshme. Qefi, zelli, kujdesi me bë punë të mira nuk është e mjaftueshme. Masi ta menojsh punën e mirë, menoje edhe sa është afër udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse se vepra e mirë matët me sinqeritet dhe me pasim të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këtë arsye këta shka i thonë Abdullah Mesudit, nuk kena dashme me këtë vepër me bëu diçka vetë se mirë. Dhekër po bojmë. Po dojmë me organizu pak me bëu më interesant, me bëu më special. Abdullah Mesudi thot po. Unë s'pjav gjykoj jetën e keni çashtu. Jetën e keni të mirë me bëu dhekër, unë s'pe kontestoj jetën e juve. Amo shumë njerëz dojnë të mirën, po nuk e arrin. E nuk ka rrugë dashur vllazni. Por me arrit të mirën edhe hajrin, tamam çush ka lyp Allahu pe neve përveç rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për ta sy kit dietar të umetit kanë thonë çdo derë për te Allahu është mbyllur përveç derës në cilën ka hec pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Përveç derës në cilën e ka qel pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sa Allahu e ka thënë për çit mision, më na ka thënë çish me adhuru Allahun, çish me afru te Zoti, çish me qenë afër Zotit, edhe çish me qenë me fitu na si musliman dashurinë e Allahut edhe me dash Allahun ashtu siç don Allahu për neve. Andaj nuk mjafton me u argumentu, me thonë vallai unë mirë mjetin e mirë e pata. Çish themi na shpesh. Vallai mjetin e mirë e kom pas. Është e vërtet. Nuk ta kontestoj jetën. Njeti është mes teje dhe Allahut. Nëse e ke pas jetën e mirë, e ke pas jetën e mirë. Vetë se bashkë me jetën e mirë duhet me pas edhe një edhe veprën e mirë. E vepra e mirë është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo sipas tekeve dhe mendjeve tona. Për këtë arsye dashur vllazni, transmetime ndryshme për shohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E prej tabiinëve, e prej dietarëve të umetit deri ditën e sotit. Vazhdimisht kanë këshilluar që me u mundu me u përmbajt rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në adhurim, në qasje, në dije, në trajtim, në edeb, në çdo gjë. Pra arsye se nëse e lën këtë anësh edhe nuk e çon kokën për kët, atëherë ka mundësi me të çel shumë dyrë tjera. Ta nuk e din cilën derë për dyrëve kime hy. Andaj edhe thuhet, ka thënë edhe Sufjan al-Thauri dhe dietar tjerë, nëse mundesh, nëse ki mundësi që edhe kokën mos me kru kur të kruhet veç se me argument, vepro çështë. Veç se me lyp argument, nëse të kruhet koka me këshyr, mos ka ne argument çish me kru kokën. Para mendone. Sa temë thjesht, njëri ditë për ditë çon kokë dorën te kryt. Ai s'ka desh me vështirësu këtë temë, ai veç ka desh me çuni mesazh. Që domon çaqë e rëndësishme është njëri me punu sipas argumenteve, saqë edhe një temë që edhe një çështje që atij si shkon mendja hiç me çu kryt për pjetë edhe me kry kokën, nëse ka argument le ta këshyjë çat mesele. Mos veprojmë veç hajt. E gjashta dashur vllazni, nga një herë kritika mundet me qenë e madhe nëse qëllimi sheriatik është i vlefshëm, është valid. Për shembull, nga njerë ndodh hoxha, nga njerë ndodh baba në shtëpi, e shef një gabim të vogël. Edhe ndoshta, nga një herë ndoshta e kritikon. Ndoshta e kritikon më shumë sa që është pesha e atij gabimi. Edhe dikush mund të thonë, s'ka bën nevojë kaq e madhe, se s'ka tema shumë e madhe. Kjo është e vërtetë. Edhe është e logjikshme. Po nganjëherë kritika, nëse ka bazë sheriate, edhe nëse është për një temë që duket e vogël në sytë e njerëzve, nganjëherë kritika pak më e theksuar është e kërkuar. Për me kuptu njerëzit seriozitetin e temës. Abdullah Mesudi ka thonë njeni gjenohet e juve. Hej, as po tut në ju, o ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Asini të tut çka një të bo? Ose ju jeni, para menot dhe ku e ka pru situatën, ose ju jeni me një fe më të mirë se feja pejgamberit, e që kjo s'ka mundësi me ndodh, ose i keni qelën derën e devijimit.
Kur ta kshosh krejt këtë fjalë të Abdullah Mesudit trishton vallahi. Vallahi trishton. Ta merr mendja që njerëzit janë të pi alkool në xhami. Ta merr mendja që njerëzit janë të lut bixhaz në xhami. Ta merr mendja që njerëzit janë të bë ku me diçka në xhami kur i nin këtë fjalë. Në realitet, ai këtë fjalë i ka thonë për arsye se hapja e derës bidatit që e kallëzuam mund me qenë sherrri i madh, i cili nuk ndalet ndoshta hiç. Andaj ai e ka po me sy të pastër të shpalljes. Që kjo temë s'ba me te kalu qështu let. Se ku me ditë sa vinë, këto i bojnë që tash një 100, vjen një grup tjetër thotë, ja, 100 ja, 1000 dot. Vjen një grup tjetër thotë, jo do të më janis me këcy, çish po shohmi tash nëpër televizione. Tu bodhekur tu këcy, tu lujtën, tu vallzu. S'ka pas fajin i hoç kur e kish pa këson çikë rrugë, nëse çon xhenet, çikë rrugë tu këcy, tu bo, tu de, po atë cila rrugë çon xhenem. Cila çon xhenem? Se normalisht që të rrugë që dokun dikush që ban gjeste që s'janë normale, çto çon xhenem. E tash paramendo domthon ku kanë evolu këtë çështje dhe ku kanë shku deri tash. Këto fjalë për thotë Abdullah Mesudi afër shpalljes. Halo, çka ka diç më thonë me teshat e pejgamberit, ka diç më thonë që sa afër është vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Halo teshat që kanë prish domthon, halo janë mesin ton teshat e tij. Halo ends që shkatruar se u thy. Domthon vetë sa ka vdek pejgamberi, na deri tash na kon me ta. Edhe tash ju po vini diçka që sokon kohën e pejgamberit pe bani, atë çka më ndodh më vonë mas juve. Andaj dosh vëllazë, nganjëherë ndodh që hoxha ose dikush e kritikon një vepër, ndoshta syt njerëzve do kote vogël, po ai e bën ndoshta të madhe për shkak rrezikit që ka mundësi më marr në tarmë. Jo për ndoshta aty aktuale, po për shkak rrezikit që ka mundësi më marr në tarmën për veprave tjera të ngjashme si ajo. Edhe 7 të dashur vllazni, ose rregulla e 7, e kanë thonë dietarët edhe më herët, gjitha këto rregulla që i përmenda, i kum nxjerr direkt me këtë transmetimi, edhe pse gjitha këto janë përmendura në libra me qindra libra të dietarëve të muslimanëve. Bidati dashur vllazni, të largon bi Zotit. Nuk të afron. Nuk të afron bidatit të Zotit. Kush të afron të Zotit? Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta përmend edhe më herët. Domthon njerëzit hala nuk e kanë qartë çka do të thonë udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hala se kanë qartë. Shumë për njerëzve, shumë për muslimanëve, hala se kanë qartë. Për këtë arsye edhe nuk mjaftohen me atë që ka ardhur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye Imam Maliku rahimahullah ka thonë një fjalë tepër të bukur, tepër të rrezikshme, tepër të rëndësishme. Ka thonë kush menon që ka bidat të mirë në Islam, ai person pa e ndjeh hiç, pa e vret hiç, e ka akuzu pejgamberin se nuk e ka plotësu shpallën. Pse? Se do me thonë pejgamberi sa ka ardhur deri në fund edhe Allahu përmes tij e ka plotësu fen, që ka thonë edhe vetë në Koran Allahu. Dhe ky ka ardhur dhe peshton një diçka tjetër, po do me thonë që ti ke menu që u kry, po janë do halo që si u kry halo. Kanë metode të tjera. Që të dhekrin që bëbani ju çështu. Që sa çështu. Unë e kam vepruar një special, tjetër thotë unë një tjetër thotë në 2 natës do të më çu me lujtë edhe me kcy. Që kjo është. Që kjo është ka sokondër më herët. Na e kena pru. Atër kjo dhe më thonë që na jena tu akuzu, jo me goj, po me vepra tona, që pejgamberi sa nuk e ka kry misionin. Ka metë edhe diçka prej fejës, prej udhëzimit, prej që halon në ku përfundu. Andaj doshë vllazni, nëse e bën një vepër një bidat me vetë dije, nuk afrohesh te Allahu me vepër. Edhe nëse është adhurim. Nëse e bën me vetë dije. Nëse e bën pa vetë dije, atëherë Allahu e arsyeton njërin për shkak paditurisë që e ka, edhe çaja vepër mund të më shkruaj sevap te Zoti, nëse ai nuk ka dije dhe nuk ka informacion, nuk e din ç'është funksionon apo. Apo nëse e din, ta ka sqaruar dikush, ta ka shpjeguar dikush, edhe e ke kuptuar që nuk është pjesë e fesë, edhe ti pastaj vazhdimisht don me bë, atëherë nuk të afron kjo vepër te Zoti. Se nëse themi që kjo vepër të afron te Zoti, kurse nuk është pjesë e fesë, atëherë çka do më thonë kjo? Do më thonë që pejgamberi na ka kallëzuar këtë rrugë që të na afrojnë te Zoti. Në kalon do, që na mi zbulu edhe mi gjetë edhe pastaj me kallëzu që shafromi na të Zotë. Allah e dhe mas miri, këto janë disa prej regullave që nxjerr prej këtij transmetimi.
Normalisht, si thash edhe në fillim, përfundoj edhe me njëtën qasje. Ky është një prej transmetimeve më të bukura që trajton rrezikun e bidatit në fe, shpikjeve ndryshme që kanë ardhur dhe që pastaj në disa vende për fat keq e kanë deformuar fen. E kanë deformuar. Edhe njerëzit kanë refuzuar fen për shkak çtëne shtesave, jo për shkak bazës fesë, por kur i ka pa, për shembull, jam i sigurt në kush dush edhe për jo muslimanëve, mi po që ta në grupa që kthejnë edhe që bujnë hu edhe që kthejnë edhe që bujnë salta, edhe që e shpërthejnë veten, ka më thonë që kjo s'ka mundësi më kon fe. Që kjo nëse është Islami, unë iki pe qezona se kjo po trishtë kjo ka harar ku ka. E faktikisht që kjo ka ardhur për shkak se këta njerëz e kanë çelë dyrte bidatit dhe pastaj nuk ka pas përfundim më të tij. Allahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.